Zëqiri, sa është integruar Veriu në përgjithësi, pra, në kuadër të Republikës Kosovës? Ashtë shliruar Veriu, ashtu edhe si shpoflitet, me qenë se ju jeni edhe banor atje dhe njihni ju vetëm si kryetar, por edhe si qytetar? Ka një herë, unë e sfigoj kësisoj në pytjen apo shliruat tash Kosova ose një pjesë e Kosovës, qysh, unë nuk muna me kom, qysh me thonë se një akter edhe musha ma banë që i kom përjetue pej viteve të dheta e kënena se përjetimet e gjarive ku ta dion. Kosova u shliru në 1999 me triumfin e ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe është pranuar si shtet në 2008. Megjithatë një pjesë e Kosovës që është Veriu mirë po ne kom si që shpjegu dhe spjegoj kështu. Ka qenë një teren i përshtatshëm për veprimin e krimeve dhe kriminelve dhe terrorizme. Komunat veriure kanë qenë tu. Kjo është e vërteta. Kjo ka qenë, aty kanë demonstru, ka lëlzu krimin, mund të thonë. Por, lufta ndaj tyne, unë mund të quj që është fitue. Tash është fitue. Me qeverisjen e Albin Kurtit. Po, tash në qëtë qeverisje, po, tash është Albin Kurti, kryeministër, une, kur në këto pytje, do të tëtë se shvesh, nuk du të ndohem në linja partijake, por shtetënore. Unë e kujtoj vendimi ose angazhimi, është një vendimi guxim shumë, është kur gjumë ma shumë, si që tash as ma pak se vendosje ligjore, regull ligjore, përse cilin, do të thotë unë e shoh këtë në qëtë drejtim, qëtë aspekt, sepse është e vërteta që aty krimi terroristet, si që dëshmun në sulmin në Banska, dhe kanë qenë edhe të organizuar, edhe të financuar, edhe hapsin terenit, do të thotë për të majtë në ndikim qytetarët, po në një formë edhe një farë sigurie, themi ashtu të tyne si mas. Dhe kjo ka qenë aja që ka boni, do të thotë edhe sot asoj dite, do të shihet. Ju ata se shpesh rastët ashtë bon të vijat etnike, si që ju është qenë shërbimet e Serbis, nuk ka këqyri terenin. Unë shpesh u këmë tonë, hajde, të këqyrëm letë vjenë bre, se cili televizion, qofti Kosovës, qofti letë e sheh terenin, nuk ka nevoj për të spjeguar shumë. Jonë tereni shumë të shpazhvilluara, po, dhe ata qytetarë kanë qenë dhe në një formë të hipnotizuar, se është ju bindë veç logikave të tyne bandave ku ta diun. Tash edhe qytetarët pra janë shliruar nga ta, jetojnë më mirë. Po, mëre, këmijen edhe ata matë lirë, se unë kom pas thonje në takime. Unë e kom qenë në ashta ma i hapur, edhe për mediat, për këtyre qytetarët, po edhe për qytetarët. Nuk ka pas termin në qëfë se kom pas ku ka kërku më taku me mu, me se cilën qytetar, familjar, akter të ndryshum që kanë pas, nevoj takime. Nuk përdua që t'ju nëzis pra të flasë në aspektin politik, por flasim gjithmonë në aspektin ashtu si qëtatë edhe shtetëror. A i ka pengu diqka pra qeverit e kaluara që të marin veprimet të tila, vendimet të tila që ajo pjesë tjetë si që është tash? Unë du të spjegoj kësisuj mendimin temë. Po, sigurisht. Se unë edhe banë jetoj atje. Po. Duke e pasur parasysh gjithë ndërtimin e mekanizmit të unë shtetënur. Këtona nuk duhet të ingjerujmë. Fazat pezon ka qenë intervenim kër vra Enver Zymberi. Une kam qenë, se unë jam punëtor, do të thotë, si s'ka zohë, kom punu në zyrtar, për këthim dhe ishtërën një do rrugë në përfshatin qabër dhe unë e kum nije atë luftë, se 2-3 kilometra vjejerore kemi qenë që aty. Tash, të morëm qëfar pregaditje ka pos që atëhere policia dhe qëfar e ka tash, është dalimi madhë. Ka pos Toyota të bardha që do të tëtë edhe ju të blinduara me mos tonë taj pajisje të armatimit dhe qëfar kalibrë. Por, pajisje teknike jenë konë pak sa i përket mekanizmit policisë. Se a ka pos do të tëtë synime, ka pos mëre, po ju e keni pa kur e u arrestuar shemullën e... Por, nashta, është dashtë ma herë, po duhet me matë paka shumë sa e kiti,
do të thotë mekanizmi që mos me dështuë, se tamam puna, po të e shtyni një mekanizm shtetënor në veprim dhe me dështuë kundër i bondave, kjo është, duhet mi matë zonat. Unë kujtoj, do me thonë, për me orët e kjo që apo du me thonë fund. Unë kujtoj që na kemi një mekanizm shumë profesional policor. Shumë profesional. Pse? Kjo ka dëshmu fakti. Ka dëshmu fakti në Bajnska. Në gjithë qatë arsenal do të grupeve terroriste të organizuar shumë mirë, me armatim, me financa, me vesh, me teknikë. Dhe tash e mirat mirës është kishte me qenë mos më vro asni krestari policisë, po që shkoj një heroj për këtë. Por qatë du më thonë, fakti, unë e konsideroj kësisoj, i sigurisë, se sa kemi polici profesionale, asni qytetar nuk u lëndu në gjithat luftë. O vranë 3-4 terrorista, 5 ata e din, po në vra dhe një heroj juni. Tash, kur e marsh në aspektin e sigurisë, në qaso pregaditje, themi ashtu ushtarake me gjitha teknikë, qëfare unë zenë si shështë po, do të thotë që rështjet e tjera kanë që janë me qindra vjetë dhe me luara dhe kanë polici. Në qasi raste, mas pari bojnë rafsh me të, ka të venë, ma pastaj hinë komësëri.